Përshëndetje të dashur miq, dhe mirë se erdhët në vendin tonë të takimit. Kjo video lidhet me portalin 88, pra në datën 8 gusht. Është një portal i mirëqenies, prosperitetit, bekimeve në çdo nivel, dhe prandaj mendova shumë të arsyeshme është një portal shumë i rëndësishëm dhe ndjej të arsyeshme që të bëj këtë video, sepse këto energji kalojnë për të gjithë dhe janë këtu për të gjithë. Por mund të ndihmojnë dhe mund të sjellin më të mirën në jetën tuaj, vetëm nëse ju jeni të vetëdijshëm në radhë të parë dhe bëni diçka për këtë, pra nëse ju i pranoni, deklaroni, nëse ju i ftoni në jetën tuaj. Dhe prandaj ndjej shumë të arsyeshme të bëj këtë video, sepse për të gjithë ju që jeni të interesuar, mund të ndryshoj jetën. Dhe energjia e këtij portali lidhet shumë me numrin 8, sepse ndodhet pra në datën 8 gusht. Lidhet shumë me mirëqenie, prosperitetin. Numri 8 është një numër i cili simbolizon numrin 888, mirëqenie, prosperiteti. Ju mund të shikoni numrin 888 në realitetin tuaj. Nga ana tjetër, numri 8 lidhet shumë me karmën, pra mund të merrni karmën tuaj pozitive për një punë të akumuluar ndër vite ndoshta, sepse ndjej shumë të energji që keni kohë që e prisni. Dhe mund të ketë të bëjë me një lloj mirëqenie që vjen nga një trashëgimi, por kjo trashëgimi mund të jetë pra diçka e prekshme, diçka e trashëguar nga paraardhësit tuaj, apo trashëgimi energjetike, shpirtërore, me dhurata, për shembull, intuitive, të tjerë që i keni trashëguar dhe apo do të trashëgoni tani më. Numri 8 lidhet gjithashtu me rritjen, pra ju do të shikoni shenja të rritjes në realitetin tuaj. Rritje qoftë për gjithçka që ju po bëni, apo keni kohë që keni ushqyer, e keni uitur dhe keni pritur për kaq shumë kohë që të shikoni rezultat, do të mund të shikoni tani. Dhe ndjej shumë një energji për disa për jush që një dëshirë që keni patur, diçka që ju keni punuar prej 3 vitesh, numri 3 ka shumë rëndësi, është ajo që po vjen tani më, apo po shikoni frytet e saj, apo nëse thuash një pemë, keni mbjell këtë pemë dhe për 3 vite i keni shërbyer dhe tani më po merrni frytet e saj. Kjo është energjia që po ndjej. Piramidat mund të kenë shumë rezonancë me ju, piramidat e Egjipti vet. Unë kam veshur një bluzë që babai e ka sjellë që nga Egjipti që para shumë vitesh që ka qenë dhe ndjej që mbart këtë lloj energjie dhe prandaj e vesha edhe sot. Duke dashur që të suportoj edhe ju kjo energji dhe ju mund të punoni shumë mirë me ngjyrën e verdhë gjatë këtij portali, ngjyrën blu, po dëgjoj tani, lila apo e bardhë. Nga ana tjetër, numri 8, po ta ktheni horizontalisht, krijon një shenjë në infinitit. Pra, juve ju vërtet ju është dukur sikur ju është dashur një përjetësi të prisni për gjithë këtë. Pra mirëqenie, prosperitet, shëndet, lumturi, paqe, çfarë do të gjëje. Dhe e bukur është që koha në fakt është iluzion dhe vërtet ju është dukur si një përjetësi, por koha universale nuk funksionon në njësoj si koha që ne e perceptojmë, pra truri ynë mund ta perceptojë. Dhe gjithçka që do të vi, do të qëndrojë për ju në infinit. Qoftë ky person apo një marrëdhënie, qoftë kjo mirëqenie apo kjo trashëgimi që ne folëm, dhurata të çmuara, pra gjithçka, paqe, do të jetë aty për ju deri në fund të jetës suaj. Deri në infinit. Pra vërtet ju është dashur të sakrifikoni pakës apo të prisni shumë, por do t'ja vlej, kjo është ajo që po dëgjoj. Ndoshta ju keni bërë një dëshirë para 3 vitesh pra, dhe ju nuk e mbani mend që e keni bërë, ndoshta gjatë kësaj periudhe, keni shkruar apo thjesht keni dëshiruar për kaq shumë kohë. Ndoshta është diçka që ka të bëjë me 30 vite. Ose 3 vite ju janë dukur si 30 vite. Dhe kjo është ajo që tani më është këtu për ju. Por ideja është që vetëm nëse ju e ndjeni veten të vlefshëm dhe vetëm nëse ju e pranoni si tuajën. Pra, jo më koto ndjeva e uzuar të bëjt ato videot përpara kësaj që lidheshin me faktin që çfarë bekimesh po vinë jetën tuaj, apo çfarë po ju pengon që të takoni atë që ju doni, dhe tani po e kuptoj pse. Sepse ne të gjithë mund të duam të mira dhe të mira meritojmë të gjithë. Por se sa të mira kemi varet nga fakti se sa ne ndjejmë veten të vlefshëm për to. A ndjeni veten të vlefshëm për një punë që të na ushqejë dhe të na ofrojë paqe dhe që të jetë diçka që ne duam ta bëjmë, apo mendojmë që fati ynë është ky dhe këtë na ka ofruar dhe servirur jeta dhe le ta pranojmë këtë. Sepse nëse ju pranoni këtë, kjo është ajo që do të përjetoni. Por nëse ju mendoni që unë e krijoj fatin tim dhe fati është ura që ndërtoj për të shkuar drejt realitetit, jetës së ëndrave të mia apo synimeve të mia, kjo është ajo që bëhet realitet për ju. Sepse jeta na servir shumë gjëra, por ideja është që çfarë ne
çfarë ne pranojmë? Pra si të thuash, keni një banket shumë të madh me ushqime. Kjo është ajo që po shoh. Dhe ju mund të zgjidhni, pra ka gjëra nga më të ndryshmet. Edhe gjëra toksike, edhe gjëra për shembull me yndyrë apo të skuqura, por edhe gjëra të shëndetshme, fruta, perime, lëngje të mira, pra ka edhe lëngje për shembull me gaz, ka edhe lëngje frutash të shtrydhura, si të thuash, fruta bio. Dhe ju e zgjidhni çfarë të merrni, çfarë të deklaroni si tuajën. A e meriton, a e mendoni ju veten të blefshëm për këto, për shembull, produkte të shtrenjta ndoshta, por që janë të shëndetshme? Apo mendoni që unë kaq mund të përballoj dhe po shkoj deri te asaj që mundem, dhe asaj që më është servirur. Sepse e bukur është nëse ju flisni dhe thoni që unë dua atë gjën e shëndetshme për shembull, ajo do t'ju serviret. Shumë vizion interesant. Pra ka të bëjë shumë me konfidencën, dhe vetë ky portal është një aktivizim i konfidencës suaj, i të diturit të vlerës suaj, dhe ju ndihmon ju të vlerësoni besimet që keni në jetë. Pra për sa folëm, a mendoni ju që duhet të punoni shumë për të patur një jetë të mirë dhe mirëqenie dhe prosperitet, apo mendoni që dhe besoni që thjesht duke bërë atë që ju doni, ju mund të keni mirëqenie dhe prosperitet? A mendoni ju se duhet të jepni gjithçka nga vetja juaj për të patur dashuri dhe lidhje të mira, apo thjesht për të qenë në një lidhje romantike apo platonike? Apo mendoni që thjesht duke qenë vetvetja dhe thjesht si thua, duke dashur veten tuaj në rreth të parë, njerëzit të cilët rezonojnë me ju dhe ju duan për këtë që jeni, do t'ju duan po njësoj. Pra ka lidhje dhe marrëdhënie të sinqerta dhe që japin dhe marrin në të njëjtën sasi. Dhe kjo është një mundësi për të riparë këto besimet tuaja, të cilat në fakt drejton realitetin tuaj. Dhe një ritual shumë i bukur që do të ndaja me ju në lidhje me këtë portal, që mu servir dhe ishte shumë interesant, që mund ta kryeni gjatë kësaj dite, pra në datën 8, ishte që të mendoni. Sikur, pra në një gjendje meditimi, apo thjesht, sikur 5 minuta nga koha juaj që mund t'ju marrë, apo ndoshta edhe më pak, të uleni, të merrni 3 frymarrje. Dhe të vizualizoni sikur jeni brenda një piramide. Kjo piramidë është rreth e qarku, si thua, ose thjesht mendoni sikur kjo piramidë fillon nga stomaku juaj, që është dhe pleksusi diellor, çakra e pleksusit diellor, lidhet shumë me energjinë e diellit, lidhet shumë me konfidencën, të diturit të vlerës suaj, me aftësinë për të patur mirëqenie dhe prosperitet në jetë, pra për të magnetizuar. Mendoni këtë piramidë. Mendoni që kjo po zmadhohet, pra kjo piramidë nga stomaku juaj, dhe aq e madhe sa që ju rrethon të gjithë trupin tuaj. Ju jeni në një gjendje të ulur, ndoshta e mirë do të ishte të ulur. Dhe mendoni tani më sikur nga maja e piramidës, pra nga burimi i universit, po vjen kjo energji për ju dhe po kanalizohet në majën e piramidës. Pra kjo energji mund të jetë një lloj shtylle drite, si thua shtylle prej, jo shtylle prekshme, pra dritë, se nuk po di si ta them tani. Dhe kjo dritë mund të ketë ngjyrën gold, të bardhë, të verdhë, apo jeshile është për shoh tani, por edhe blu, dhe kjo dritë po mbart këto kode që ju doni. Qofshin këto kode pozitive, kode paqe, kode prosperiteti, mirëqenie, lumturie, shëndeti. Dhe në fakt, për shëndetin lidhet shumë ngjyra jeshile. Për mirëqenie, prosperitet në aspektin e financave lidhet goldi, por edhe për mbrojtje. Për dashuri lidhet ngjyra roz. Por edhe jeshilja, për më shumë, për shembull, të jeni më të lidhur me intuitën tuaj, mund të vizualizoni ngjyrën lejla. Dhe ngjyra blu për të vërtetën, për të patur për shembull vizione më të qarta, për paqe. Dhe ngjyra e bardhë për më shumë, kjo është si universale, ngjyra e bardhë, pra diçka e përgjithshme. Dhe mendoni sikur të gjitha këto që ju doni po vinë në majën e piramidës dhe po shpërndahet në të gjithë këtë piramidë dhe ju po absorboni të gjithë këtë. Pra ju jeni brenda piramidës dhe po merrni gjithçka si fëmia në barkun e nënës që ushqehet me gjithçka që i nevojitet. Dhe merrni gjithçka që nevojitet nga kjo energji. Dhe është një ritual shumë i bukur, shumë i fuqishëm, shumë interesant që erdhi për këtë ditë. Do doja të dija shumë se sa rezonuan mesazhet me ju, por do doja të dija se çfarë, sepse ndjen një energji shumë të shpejtë, pra në momentin që ndryshoni besimet, në momentin që ju e mendoni veten të vlefshëm, diçka do ndodh shumë shpejt për ju. Dhe do doja shumë ta dija nëse ndodh, të vini dhe të komentoni se çfarë është kjo gjë për ju. Ndoshta më shumë paqe, më shumë dashuri, një lidhje signifikante, një ofertë që ju keni pritur.
Dhe sigurisht që nëse keni nevojë për ndihmë në lidhje me ndryshimin e besimeve tuaja, në lidhje me energji specifike që ju doni të largoni dhe doni të ftoni në jetën tuaj, në lidhje me, si të thuash, ndihmë në lidhje me ndryshimin e perspektivës, çfarë do gjë që juve t'ju nevojitet në lidhje me këtë portal, afirmime të ndryshme, mund të më kontaktoni, jam këtu për ju, për të ndihmuar në çdo moment. Dhe shumë faleminderit që jeni pjesë e këtij komuniteti, faleminderit për gjithçka dhe e vlerësoj vërtet shumë nga thellësia e zemrës sime. Shihemi në video tjetër, mirupafshim.